Kur të sulmoj, është për këtë arsye. Prandaj them, më e drejt thuj, nuk e bëj dot para kamerave dhe të kuptoj moj, se po ta them edhe unë nuk e dija do e bëja dot. Dhe ju keni gjithë këto kohë që po flitet për këtë, por kur ju gjë e keni të konsumuar. Dhe më besoj që unë si e shoh dhe si e diz dhe si publik, më duket fake. Kjo është ajo që unë sulmoj dhe ky djali kur erdhi në fillim të sulmoj. Që për mu një mashkull që më përgojon derin, ose që më tregon gjërat mijat, edhe jashtë unë do i gjykoja, njësoj si gjykoj Mateon, që vjen dhe thot unë kam dal me tregu gjitha ashu. A të nxorri keq në atë moment? Po. Tani jeni në një rrugtim bashk, e kuptoj dhe nuk është se nuk na ka ndodhur edhe një jetë që me dikë që në fillim nuk kemi jemi bë mbrapa. Por mënyra se si ju po e kamufloni dhe po e lodhni, më duket më tepër lojë se sa ndjenjë. Për këto arsye që të thash, që nuk më bind as njëri, as tjetri. Tani unë zemrën nuk jam të askujt se unë kam qenë ajo që kam thënë në Big Brother ropt jam bë me fëmijë. Madje shoq dhe mia tallesh se kur martoheshin çiftet thoshin është bë me hyn Big Brother me gjet burr. Nuk e kam aty. Po ti pse do më shit veten kështu? Kur unë mendoj që ti ke vlera goxha të larta që nuk të ngeli tek nderi, tek puthja, tek përqafimi, apo ku di unë. Dhe më duket më tepër një kompleks i joti, se sa një që ti e ndjen me vërtet. E morën dhe përgjigjen për jo xheloz dhe jo xheloz dhe jo kështu jo ashtu? Në rregull, është mendimi jot, i cili unë nuk jam fare dakord se s'ka të bëj fare me situatën tëm dhe Mateon. Është mendimi jot. Po ta sqaroj hap pas hapi pse e gjithë gjëja më duket kështu.